Në 2008, New York Times, një gazetë respektuar nga unë, publikoi një shkrim, në të cilin absolutisht publikoi një trillim të faktuar mrapa si trillim. Dhe unë mora në telefon një mik timin, i them, New York Times ka botuar këtë trillim. Çfarë më thot më ashtu? Më thot, i bëj një letër, ishte një zonjë ajo, mos gabohem, zëvendës kryeredaktore. Dhe unë i bëj një letër, i them, shiko, këto që keni shkruar ju, nuk janë të vërteta, dhe unë mund t'ja faktoj 1, 2, 3. Dhe New York Times ra aq poshtë dhe nuk kishtë bënte me titull, kishtë bënte me fakte të shtuara brenda në artikull, sa që nuk botoj letrën. Dhe unë atëherë thash, atë që thoni ju, por nuk thash që titulli, apo si që tha këtu, që titulli nuk është opinion. Jo, është e vërtet që është opinion, por është e vërtet që se vend kur gazeta. Nuk e vend kur. As gazeta, as televizioni, as redaksia, një titull që nuk qëndron. Jo. Pra, Ramaduro, prandaj ta sqaroj edhe aty në zotrive, ta heqim nga zonja Hoxha dhe të kalojmë tek kush është aty kryesori në Top News, që një medje si Fox nuk mund të lajthis dhe të kaloj tituj kaq të rënd, kaq damkosës për një kryeministër si që ishte ai. Pse? Sepse e din që do përballet me te. Po ajo media bën një check-up dhe i del një El Chapo aty. I del Luftim Hysi në zyrën e Ramës. Po, i del Gysagasi, koordinatori, bën një check-up. I del Olsi Rama me hakmarrjen për drejtësi dhe Xibraken. Bën një check-up. I del Klani Troplini, prandaj ju lutem, mos se nuk e bënte Foxi kur. Prandaj dhe Top News-i ka marrë përsipër një detyrë. Unë thash se ishte Top Channel, se aty e pas Top Channel, pas ka qenë Top News-i. Mirë.